Shoqata humanitare Bereqeti, përmes dyqanit të bamirësisë në Prishtinë, ka dhuruar sot produkte ushqimore dhe higjienike për 70 familje me kushte të rënduara ekonomike. Me këtë aksion të sotëm, Bereqeti vetëm gjatë këtij viti arrin shifrin e 1000 familjeve që ka furnizuar me produkte esenciale nga dyqani i bamirësisë në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Drejtoresha e Mirëqenies Sociale, Adelina Sahiti, është shprehur shumë e gëzuar që së bashku me Bereqetin kanë arritur të ndihmojnë një numër kaq të madh familjesh me gjendje të rëndë ekonomike. Ne konsideroj se jemi me fat që kemi partner si që është shoqata bamirëse humanitare Bereqeti, e cila që në start kur e kemi ideuar bashkarisht këtë ide, ka qenë e para që ka thonë po, do ta bëjmë bashkë dhe ne do t'jemi të gatshëm t'ju qëndrojmë prapa në secilin segment dhe për t'u furnizuar me gjitha ushqimet esenciale e po ashtu edhe me produktet higjienike. Ne bëjmë thirrje dhe bëjmë apel që secili të afrohet tek ne dhe të bashkohemi, sepse kur jemi bashkë jemi dhe më të fuqishëm, kështu që mund të drejtohen qoftë tek Bereqeti, të shoqata Bereqeti, qoftë tek Drejtoria e Mirëqenies Sociale, tek Komuna e Prishtinës. Përgjegjësi i Bereqetit, Xheladin Fazliu, thotë se rezultatet e tilla vijnë fal bashkëpunimit me BMR-s, të cilët duan të ndihmojnë atyre që kanë nevojë. Po ky dyqan është i hapur, domethënë edhe për bizneset që janë vendore, po edhe që janë nga jashtë. Këto na i sigurojmë ose i kemi siguruar deri me tani prej bizneseve vendore, por kemi edhe artikuj të cilët kemi prej fondacioneve të jashtit, siç është nga Drejtoria Vakëfe të Republikës Turqisë, por kemi edhe artikuj të cilët kanë mbështetë edhe nga diaspora jonë nderuame. Kështu që kjo është e hapur, siç u tha këtu edhe nga Drejtoria e Mirëqenies Sociale, që janë të hapur edhe donator, bizneset të vendit të sjellin artikuj dhe pse jo edhe të prezantojnë edhe kur bëhet edhe shpërndarja këtyre artikujve. Dyqani i bamirësisë është një projekt në rritje i shoqatës Bereqeti, i cili tashmë funksionon në 5 komuna të Kosovës. Përmes këtyre dyqaneve, çdo përfitues ka një limit të caktuar dhe mund të bëjë përzgjedhjen e artikujve që u nevojiten për gjatë një muaji.